Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se qeveria po shqyrton mundësinë e afrimit të procesit të indeksimit të pensioneve në muajt qershor ose korrik, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret pas konsultimeve me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ai theksoi se janë krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për realizimin e këtij procesi. Të dhënat që do të prezantojmë në vijim në fakt konfirmojnë një vijim të tendencës pozitive të rritjes ekonomike, të rritjes së të ardhurave, të përmirësimit të administrimit fiskal, si dhe formalizimit më të lartë të ekonomisë dhe rritjes së aktivitetit ekonomik. Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Gjatë konferencës për shtyp, Malaj njoftoi gjithashtu se projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave pritet të paraqitet në qeveri dhe më pas në kuvent deri në fund të qershorit ose gjatë muajit korrik. Ministri theksoi se shpenzimet buxhetore kanë vijuar në një trajektore të qëndrueshme, duke arritur në 242 miliard lek ose 6.3% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministritë dhe ne jemi duke bashkërenduar me ministritë në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm.